Si fillim, ditët që duhet jemi të kujdesshëm janë dita e enjte, e premte dhe e shtunë, duke qenë se kemi kënde negative të Venusit dhe të Mërkurit me Jupiterin. Prandaj dhe kemi probleme të rëndësishme që mund të dalin tek vendjoni i punës ose me shëndetin tonë. Tek vendjoni i punës në përgjithësi këto mund të vjen re në marrëdhënie problematike ose në shpërthime të panevojshme me kolegët tanë. Prandaj dhe nëse se shikoni në këtë pikpamje, ta keni shumë më të thjeshtë që të i kaloni, sepse nëse merrni me tepër qetësi dhe nuk bini pre e manipulimit që mund të ndodhë gjatë kësaj jave, do ta keni shumë më të thjeshtë që në ato momente thjesht të numëroni deri në 10 dhe t'i zgjidhni nëse keni mundësi ose nëse nuk keni mundësi, t'i anashkaloni dhe të shikoni punën tuaj që do t'ju këshilloja gjatë gjithë kësaj jave. Pse e them këtë? Sepse është java në të cilën nuk keni mundësi më të madhe për të zhvilluar, për të rritur, për të realizuar çfarëdo lloj gjëje që ju dëshironi.